vendosje kanë kushtuar rëndësi të jashtëzakonshme, pra duke bartur në nivel nacional garën lokale dhe procesi ka shkuar mirë, 33% është pjesëmarrja. Në raundin e parë shkonte në 40-42%, por gjithmonë se krahasojmë ato 5 bashkitë në Shqipëri shumë e madhe pjesëmarrja këtu në Kosovë, përkundër faktit që edhe këtu kishte të rreshur atë shiut pothuajse gjatë gjithë ditës, shumë prej qytetarëve kanë lënë në orët e fundit të dalin të votojnë. Ka pasur disa incidente të vogla në disa komuna në fushë Kosovë, ka pasur edhe arrestim të spaku 2 personave, prokurorët kanë qenë në vendin e ngjarjes gjatë gjithë kohës, ka pasur incidente edhe në Prizren. Ka pasur tensione në Mitrovicën e Jugut ku zoti Kurti, vetëvendosës në fakt kryeministri në detyrë deputeti Albin Kurti, gjatë gjithë ditës ka bërë tur në për vende të ndryshme për t'i vizituar njerëzit e partisë së tij, që është lexuar edhe si presion nga partitë e tjera, ndërkohë një lokal është mbyllur në Mitrovicën e Jugut, sepse ishte paralajmëruar që aty do të shkonte Kurti dhe pronari nuk ka dashur tensione, sepse ka thënë që në lokalin e tij, pra në kafeterinë e tij, kishte për krahas të dyja partive politike edhe që janë në garë në Mitrovicën e Jugut, vetëvendosje dhe PDK nuk donte që të kishte incidente të mundshme me ardhin e zotit Kurti, por në përgjithësi sikurse në raundin e parë absolutisht konkludimesh është një proces i rregullt zgjedhor, por mund ta diskutojmë pas pak e gjithë fokusin në Mitrovicën e Jugut. Patjetër, po, pikërisht këtu doja të pyesja. Pse gjithë ky fokus në Mitrovicën e Jugut nga vetëvendosja, ndërkohë që në raundin e parë të zgjedhjeve, diferenca mes Përparim Ramës dhe Hajrullah Çekos ishte e vogël, pra me një energji më të madhe në Prishtinë, kryeqyteti mbetet kryeqytet. Pse gjithë vëmendja edhe zotit Kurti, edhe në raundin e parë u fol shumë për praninë e zotit Kurti deri në orët e para të mëngjesit në lokalet dhe në lagje të ndryshme të Mitrovicës së Jugut, edhe ditën e sotme duket se atje ka betejën kryesore. Nuk ka dhe ndonjë figurë të spikatur të vetëvendosjes si kandidat që të thuash që po e mbështet, ai vjen edhe nga guxo. Po smerata ti citohet disa prej janë bërë 3 exit poll, pra që të trija nxjerrin Përparim Ramën fitues në Prishtinë, këtu nuk ka asnjë diskutim, do ta pranoj, besoj humbjen shumë shpejt edhe vetëvendosja, derisa po flasim ka heshje në selinë e vetëvendosjes dhe fest në selinë e Lidhjes Demokratike të Kosovës, pra të trija exit pollet nxjerrin zotin Rama fitues me 53 deri në 54%. Janë bërë 2 exit poll për Mitrovicën e Jugut, vetëm 2, sepse njëri prej tyre Jubos në televizionin Gazinë kishte huqur shumë herën e parë dhe këtë herë nuk e ka bërë exit pollin, kurse këto 2 tjera e nxjerrin fitues zotin Arjan Tahirit të PDK-s shumë ngushtë, brenda marrëzhës së gabimit që është deri në 3%. Njëri e nxjerr 50.3 me 49.6, kurse sondazhi tjetër e nxjerr me një përqindje pak më të madhe, por prap 2% diferenca. Pra mund të ndryshojë gjithçka në Mitrovicën e Jugut derisa numërohen votat, por edhe derisa të vinë të gjitha votat, edhe të personave që kanë votuar me kusht, të personave me nevoja të veçanta dhe mbi të gjitha votat e diasporës, që në Mitrovicën e Jugut Esmeralda mund ta bëjnë diferencën nëse rezultati mbetet kaq i ngushtë mes zotit Tahirit dhe zotit Peci. Tani zoti Peci natyrisht nuk është origjinal i vetëvendosjes, është bashk kryetar i partisë Guxo, por është një prej figurave qendrore të qeverisë Kurti 2 edhe si ministër i bujqësisë. Ai kishte fituar mbi 100.000 vota në zgjedhjet nacionale, është në mesin e 5 personave, politikanëve më të votuar në Kosovë në zgjedhjet e kaluara. Pra, ka krijuar një profil me zotin Kurti goxha të lartë dhe është një prej figurave më të diskutueshme në Kosovë, edhe për shkak që ka pasur hetime për afera të mundshme korruptive brenda Ministrisë së Bujqësisë sa përket shpërndarjes së granteve për bujqësi. Dhe prandaj kjo garë është natyrisht ka lidhet me veriun e Kosovës. Esmeralda zoti Kurti gjatë mandatit të tij ka thënë pra që ka bërë ndryshimin e madh duke çliruar citat i tij veriun e Kosovës, dëshiron të mbetet kjo lidhje, pra që Mitrovica e Jugut në fakt do të jetë garantuesja e këtij çlirimi në 4 komuna. Mitrovicën e Jugut shqiptarët e kanë drejtuar gjithmonë, edhe nuk është se ka pasur ndonjë impakt me çfarë ka ndodhur në Mitrovicën e Veriut.
as pak, dhe në fakt vetëvendosja e ka bashkë me AKR-ën, njëherë me Agim Batinë dhe pastaj vetme e ka qeverisur Mitrovicën e Jugut 8 vjet para se ta rikthente PDK-ja në mandatin e kaluar me Bedri Hamzën, por ndërtimi i urave të reja, natyrisht pra janë iniciativa të qeverisë Kurti, zoti Peci ka qenë angazhuar. Zoti Peci ka thënë që nëse zgjedhet kryetari i Mitrovicës së Jugut, do të kujdeset për shqiptarët e Mitrovicës së Veriut, pra ata që janë në disa lagje të Mitrovicës së Veriut dhe në disa fshatra të komunave të tjera veriore si Lepsaveç, Zveçan dhe Zubin Potok, por për momentin nuk duken rezultatet mira të vetëvendosjes. Natyrisht, vetëvendosja nuk i kishte asnjërin prej këtyre komunave të mëdha, pra në PDK-ja është në pushtet në Mitrovicën e Jugut, LDK-ja është në Prishtinë, në Prizren, gjithashtu PDK-ja ka pushtetin dhe e ka fituar prapë. Por zoti Kurti dhe vetëvendosja donin ti fitonin. Vetëvendosja do ta mbajë pushtetin në Gjilan, atje një qytet tjetër i rëndësishëm dhe i madh i Kosovës, natyrisht do ta mbajë pushtetin dhe do ta fitojë sipas exit polleve fush Kosovën, që është një qytet i vogël në afërsitë të Prishtinës, në hyrje të Prishtinës, por shumë i rëndësishëm, ka një popullsi që shtohet gjithmonë dhe është qytet i rëndësishëm, e mbante Esmeralda për 25 vjet këtë qytet, e mbante Lidhja Demokratike e Kosovës, do të ndryshojë pushteti atje për herë të parë, pasi që pritet por ka ndru dhe kandidati. Ndrua për herë të parë. Për herë të parë kishte një kryetar të vetëm për 25 vjet dhe për herë të parë